Edi Rama ka nisur që në korrik të flas për prishje ndërtimesh, mbyllje biznesesh dhe më në fund për burgje e sekuestro, një ligjërim që nuk ka sens në logjikën normale sepse ligjet ekzistojnë dhe kryeministri ka në dorë të gjitha mjetet për t'i zbatuar. Ai komandon policin, IKMT-n, tatimet, doganat, ushtrin, pra ai ka të gjitha instrumentet që të veprojnë në heshtje pa bërë zhurmë. Mirëpo në konferencën e fundit për shtyp, Edi Rama foli si prokurore e gjykatës në të njëjtën kohë, duke paralajmëruar se do të prish pallate, do të sekuestrojë apartamente dhe do të konfiskojë pasuri. Ky porrua verbal është një shfaqje e qartë e tensionit politik dhe psiqik që ka përfshirë kryeministrin, i cili duket se kërkon të shpik grupe armiqësore të reja për të justifikuar goditjet e brendshme në pushtetin e tij. Në të vërtetë ky është vetëm kapitulli i dytë i pastrimit të nisur pas arrestimit të Erion Veliajt, pas largimeve masive në administratë atyre që konsiderohen njerëz të afërt me ish-krye bashkiakun. Rama po e shtrin fshesën drejt sipërmarrësve që kanë pasur kontrata apo lidhje me Bashkinë e Tiranës. Ai ka kërcënuar hapur ndërtues, kontraktor dhe pronar biznesesh, duke paralajmëruar se do të ndiqen këmba këmbës nga tatimet, inspektoriatet dhe SPAK. Është një akt i paprecedenti, një kryeministri që shkel kushtetutën e çdo parim të ndarjes së pushteteve, duke përdorur qeverinë si instrument presioni për interesa politike. Qëllimi është i qartë: të ngjall frikë, të polarizoj shoqërinë dhe të kontrolloj zgjedhjet e ardhshme në Tiranë përmes terrorit administrativ. Ai e di se sondazhet reale janë alarmante. Pak se 35% e qytetarëve shprehen të gatshëm të votojnë për Rogerta Manastirliun dhe ka zgjedhur të hyjë në fushat jo me program, por me kërcënim. Pas deklaratave të tij publike, strukturat në varësinë e qeverisë kanë nisur të dërgojnë letra e paralajmërime bizneseve që konsiderohen afër Erion Veliajt, një klim frike që tashmë është konstatuar edhe nga trupa diplomatike në Tiranë, të cilat i kanë përcjellë qeverisë shqetësimet për tensionin që po krijohet. Edi Rama po hyn në këtë garë zgjedhore si një njeri në panik, i lodhur nga pushteti dhe i trembur nga humbja, por shqiptarët nuk kanë pse të friksohen nga burgjet që ai përmend çdo ditë, sepse burgjet janë aty dhe mund ta presin edhe atë që i përdor si kërcënim ndaj të tjerëve.